Zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës janë në pikpyetje, njësoj si fati politik i Erion Veliajt, ish numri 2 të socialistëve, i cili që prej muajit shkurt gjendet në qelitë e paraburgimit pas akuzave të SPAK për korrupsion. Edhe pse avokatët e tij mbrojtës depozituan të hënën ankimimin në gjykatën kushtetuese, që ligjërisht pezullon vendimin e shkarkimit të tij nga qeveria, me kërkesë të Këshillit Bashkiak, kryeministri ka njoftuar këtë të martë vakancën në drejtimin e bashkisë më të madhe të vendit. Në këtë mënyrë qeveria ka anashkaluar regjistrimin e ankimimit të Veliajt në kushtetuese, duke vënë presidentin Bajram Begaj përpara një përgjegjësie të re. Ndërkohë, gjykata kushtetuese pas ankimimit të bërë nga Veliaj është shprehur se me regjistrimin e kërkesës së tij, i gjithë procesi është pezulluar. Ankimimi i vendimit të Këshillit të Ministrave në gjykatën kushtetuese sjell si rrjedhoi edhe pezullimin e procesit të organizimit të zgjedhjeve të parakohshme për Bashkinë e Tiranës, deri kur kjo gjykatë të dalë me një vendim. Erion Veliaj u shkarkua zyrtarisht nga posti i kryebashkiakut më 25 shtator 2025, ndërsa kryeministri Rama nuk ka bërë hapapas për vendimin e tij se kryeqyteti duhet të shkojë në zgjedhje të parakohshme.